Një ekzekutive e fuqishme gjen humanitetin e saj përmes një babai të përkushtuar dhe vajzës së tij të vogël. Krenaria dhe paragjykimi i lën vendin dashurisë së vërtet në një mjedis korporativ të pamëshirshëm. Një udhëtim transformimi që tregon se si zemra mund të kapërcej barierat sociale më të rrepta. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Hyrja prej mermeri e korporatës bashkimi i honte hapat e nxituar të punonisve që mbërrinin për një ditë tjetër pune. Kiara vëzhgonte gjithçka nga lartësia e shkallëve kryesore, sytë e saj të ftohtë ndiqnin çdo lëvizje me saktësinë e dikujt që kishte lindur për të komanduar. Në 35 vjet ajo kishte trashëguar jo vetëm kompaninë që ja ti kishte ndërtuar, por edhe vendosmërinë e tij të pamëshirshme dhe mosbesimin e tij natyror ndaj njerëzve. Atë mëngjes të hënë, diçka i tërhoqi vëmendjen. Një burr me tuta blu ecte nëpër hallin kryesor, duke mbajtur dorën e një vajze të vogël. Ishte Marko, teknik i mirëmbajtjes së sistemeve, gjithmonë i përpikt, gjithmonë diskret. Fëmia pranë tij mbante një çantë shpine roz disproporcionale me madhësinë e saj dhe hapat e saj të lehtë kontrastonin me mjedisin e rrept korporativ që i rrethonte. Kiara zbriti shkallët me një elegancë të llogaritur, takat e saj të larta shënonin ritmin e autoritetit të saj. U ndal pranë Oltës, asistentja e saj ekzekutive, e cila po organizonte dokumente në një tavolinë aty pranë. Disa njerëz thjesht nuk i përkasin këtij vendi, murmuriti Kiara, pa i hequr syt nga tekniku dhe vajza. Olta ndoqi shikimin e saj, por nuk u përgjigj. E njihte mirë atë ton zëri të shefes së saj, të ftohtë, të largët, të ngarkuar me një gjykim që dukej se vinte nga thellësia. Marko e dëgjoi komentin. Shpatullat e tij u shtrënguan për një moment të shkurtër, por ai nuk u kthye, nuk u përgjigj. Thjesht shtrëngoi më fort dorën e vajzës së tij dhe vazhdoi drejt ashensorëve. Vajza, Ana, 7 vjeçe, shikoi pas me kureshtje, sytë e saj të ndritshëm u takuan shkurtimisht me ata të ekzekutives para se të zhdukej pas dyerve të ashensorit. Dita vazhdoi rutinën e saj të zakonshme. Takime të pafundme, raporte financiare, vendime që ndikonin qindra jetë. Kiara komandonte gjithçka me efikasitetin që kishte mësuar që e vogël, kur jati e merrte në zyra dhe i mësonte se ndjenjat ishin luks që udhëheqësit nuk mund t'ia lejonin vetes t'i kishin. Ishte në fund të pasdites kur ndodhi diçka e papritur. Kiara ishte në zyrën e saj duke rishikuar kontrata, kur dëgjoi trokitje të lehta në derë. Olta hyri duke mbajtur një zarf me ngjyra. Kjo ju është dorëzuar pak më parë, tha asistentja, duke i zgjatur letrën. Kiara rudhi vetullat. Zarfja ishte qartazi bërë nga një fëmijë, plot vizatime me shkumsa dhe vezullime. Emri i saj ishte shkruar me shkronja të shtrembra në pjesën e përparme. Ajo e hapi me një farë ngurimi, duke pritur të gjente ndonjë lloj shaka të keqe. Brenda kishte një vizatim të thjeshtë, një grua e gjatë me flokë të errët dhe një kuror të artë, e rrethuar nga lule shumë ngjyrshe. Poshtë, me shkronja të kujdesshme fëmijësh, ishte shkruar: "Faleminderit që e le babin tim të punoj këtu. Të vizatova me një kuror sepse je shefja." Ana. Kiara qëndroi e palvizshme për disa sekonda, duke parë fiksohet letrën. Kishte diçka në atë thjeshtësi fëmijërore që e çarmatosi në një mënyrë që ajo nuk mund ta shpjegonte. Sinqeriteti i pastër i atyre fjalëve, mirënjohja e vërtetë e shprehur në ngjyra të gjalla dhe vija të papërsosura. "Ndonjë problem, zonja Kiara?" pyeti Olta, duke vënë re shprehjen e ndryshuar të shefes së saj. "Jo," u përgjigj Kiara shpejt, duke e futur vizatimin në një sirtar. "Mund të shkoni. Dhe mbylleni derën kur të dilni." Vetëm në zyrën e saj, Kiara lejoi veten të shikonte përsëri vizatimin. Kujtimet erdhën pa paralajmërim, fëmijëria e saj e vetmuar, duke u rritur në korridoret e kësaj kompanie, duke parë të atin të punonte pa u lodhur, duke mësuar se afeksioni ishte shenjë dobësie. Ajo ishte bërë pikërisht ajo që ai donte, e fortë, e palëkundur, e suksesshme. Por kishte një çmim që vetëm tani po fillonte ta kuptonte. Në ditët në vijim, Kiara e gjeti veten duke vëzhguar Markon me më shumë vëmendje. Ai ishte ndryshe nga punonisit e tjerë. Nuk u përpoq kur ta impresiononte, nuk lajkatoi kur, nuk binte kur në sy më shumë se sa ishte e nevojshme. Bënte punën e tij me kompetencë të heshtur dhe përkushtim absolut. Dhe kishte diçka në mënyrën se si kujdesej për vajzën e tij që zgjoi një kureshtje të çuditshme te Kiara. Ana shfaqej në kompani 2 ose 3 herë në javë, gjithmonë në ditët kur mësimet mbaronin më herët.
Marko e çonte në mens, ku ajo ulej në një cep me libra dhe lapsa me ngjyra, duke vizatuar ndërsa priste baban të mbaronte orarin. Vajza ishte e sjellshme, e heshtur, nuk shkaktonte kurrë probleme. Ishte një të enjte që Kiara vendosi të thyente rutinën e saj. Në vend që të hante drejt në zyrën e saj si gjithmonë, zbriti në mensën e punonjësve. Gjeti anën ulur vetëm në një tavolinë, e përqendruar në një vizatim. A mund të shoh çfarë po bën? Pyeti Kiara, duke befasuar veten me iniciativën e saj. Ana ngriti sytë e saj të mëdhenj dhe buzëqeshi. Po vizatoj ndërtesën ku punon babi im. Doni të uleni? Kiara hezitoi për një moment, pastaj tërhoqi një karrige. Vizatimi tregonte një ndërtesë të lartë të rrethuar nga re blu dhe një diell të verdh shkëlqyes. Figura të vogla ishin në dritare, të gjitha duke buzëqeshur. Pse të gjithë njerëzit janë të lumtur në vizatimin tënd? Pyeti Kiara. Sepse babi im gjithmonë vjen në shtëpi duke buzëqeshur pas punës, u përgjigj Ana me natyrshmëri. Ai thotë se i pëlqen të punoj këtu, se njerëzit janë të mirë. Fjalët e vajzës i huan në mendjen e Kiarës. Kur ishte hera e fundit që ajo kishte buzëqeshur vërtet? Kur ishte hera e fundit që ishte ndjerë vërtet e lumtur për diçka? Po ti? Të pëlqen të vish këtu? Pyeti Kiara. Po, më pëlqen. Të gjithë janë të sjellshëm me mua. Gja Viktori nga siguria gjithmonë më jep karamele mente dhe teze Roza nga pastrimi më lë të ndihmoj të organizoj letrat ndonjëherë. Kiara i njihte Viktorin dhe Rozën prej vitesh, por nuk i kishte vënë re kurrë këtë mirësi të tyre. Ndoshta sepse nuk u kishte kushtuar kurrë vëmendje këtyre gjesteve të vogla humaniteti që ndodhnin çdo ditë nën hundën e saj. Marko u shfaq në mens disa minuta më vonë, duke mbajtur kutinë e tij të veglave. U ndal i befasuar. Kur pa Kiarën duke biseduar me Anën. Më falni, zonjë. Ana nuk po shqetësonte, apo jo? Pyeti ai, qartazi i shqetësuar. As pak, u përgjigj Kiara duke u ngritur. Ajo është një fëmijë e adhurueshme. Kishte diçka në sytë e Markos, një përzierje mirënjohjeje dhe surprize, që e bëri Kiarën të ndjehej çuditërisht e turpëruar. Ajo nuk ishte mësuar të shihej si një person i sjellshëm. Duhet të kthehem në punë, tha ajo shpejt, duke u drejtuar ngadalja. Zonja Kiara, thiri Ana. Faleminderit që biseduat me mua. Do t'ju vizatoj përsëri, por tani duke buzëqeshur. Kiara u ndal te dera, duke shikuar pas. Për herë të parë pas shumë kohësh, një buzëqeshje e vërtet u formua në buzët e saj. Do të doja ta shija atë vizatim, u përgjigj ajo, para se të dilte. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj luksos, Kiara shikoi nga dritarja panoramike që tregonte qytetin e ndriçuar. Mendoi për Markon dhe Anën, për jetët e tyre të thjeshta por dukshëm të plota. Mendoi për vizatimin e ruajtur në sirtarin e saj, për pastërtinë e atij gjesti mirënjohjeje. Për herë të parë pas vitesh, Kiara vuri në dyshtrim nëse suksesi që kishte arritur vlejte vërtet vetmin në të cilën jetonte. Parzmorja e ftohtësisë që kishte ndërtuar rreth vetes fillonte të tregonte çarjet e saj të para, dhe ajo nuk e dinte nëse kjo e tremte apo e lehtësonte. Të nesërmen, ajo do të bënte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Por për momentin, lejoi veten thjesht të ndjente atë ndjenjë të çuditshme dhe të re që po rritej në gjoksin e saj, mundësinë që ndoshta, vetëm ndoshta, kishte më shumë në jetë se sa pushtet dhe kontroll. Ndryshimi te Kiara nuk kaloi pa u vënë re. Në ditët në vijim, ajo e gjeti veten duke bërë devijime të vogla në rutinën e saj, duke kaluar nga mensa në kohën e drekës, duke vëzhguar diskretisht Markon duke punuar në korridore. Kishte një efikasitet të heshtur në lëvizjet e tij që ajo filloi ta admironte. Ai nuk ankoi kurrë, nuk bënte kurrë shurm, thjesht i zgjidhte problemet me përkushtimin e dikujt që njeh çdo vid, çdo kablo, çdo sistem të asaj ndërtese. Ishte një mëngjes të premteje që Kiara dëshmoi një skenë që do t'i ndryshonte perspektivën për gjithmonë. Po zbriste shkallët kur pa Markon të ndalur në korridorin e katit të 10, duke parë duart e tij të hapura. Portofoli i tij ishte shkatëruar plotësisht, lëkura e vjetër dhe e plasaritur më në fund kishte lëshuar, duke lënë dokumentet e tij të shpërndara në dy sheme. 2 praktikantë kaluan nëpër korridor në atë moment. Anisa dhe Petriti, të rinj të sapo punësuar që ende po përpiqeshin të provonin vlerën e tyre në kompani. Shiko pak, murmuriti Anisa te Petriti, pa u shqetësuar të ulte zërin. Burri nuk mund të blej asnjë portofol të mirë. Si e mban vajzën e tij?
Duhet të jetë e vështirë të jesh baba beqar me atë pagë, u përgjigj Petriti me një buzëqeshje tallëse. Mirë që e solli vajzën këtu. Të paktën ha falas në mens. Kiara ndjeu një zemërim të papritur t'i ngjitej në gjoks. Ishte e njëjta ndjenjë që kishte pasur vite më parë, kur kishte zbuluar se burri që donte ishte blerë nga jati i saj për të testuar aftësinë e saj gjykuese. Tradhtia, poshtërimi, zbulimi brutal se as ndjenjat e saj nuk ishin të sigurta nga lojrat e pushtetit. Anisa. Petriti, thiri ajo, zëri i saj duke prerë ajrin si një te. Të dy u kthyen, të zbeth. Zyra ime. Tani. Marko ngriti syt, i befasuar nga ndërhyrja. Kiara kaloi pranë tij pa thënë asgjë, por diçka në shikimin e saj e bëri të qartë se kishte dëgjuar gjithçka. Në zyrë, ajo i pa të dy të rinj me ftohtësinë që e rezervonte për momentet më serioze. Nëse dëgjoj edhe një fjalë të tillë të dalë nga goja juaj, tha ajo ngadalë, përditësoni të tuaja. Ky vend nuk toleron mos respektin mes kolegëve. Jam e qartë. Anisa dhe Petriti pohuan shpejt duke murmuritur falje para se të dilnin me nxitim. Vetëm përsëri, Kiara u ulën në koltukun e saj. Pse i kishte interesuar kaq shumë? Pse situata e Markos e prekte në këtë mënyrë? Ajo ishte rritur e mësuar me mizorinë e botës korporative, me lojrat e pushtetit dhe poshtërimet e përditshme. Por diçka në cenueshmërinë e atij burri e preku në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Orë më vonë, kur zbriti për të kontrolluar sistemet e sigurisë, një justifikim që shpiku për të gjetur Markon, ajo e pa atë në bodrum, duke punuar në një kuti siguresash. Ai kishte marrë një portofol të huazuar nga dikush, një copë plastike e lirë që kontrastonte me dinjitetin e tij natyror. Marko, thiri ajo, duke u afruar. Ai u kthye, qartazi i befasuar. Zonja Kiara? Ndonjë problem me sistemet? Jo, unë doja të flisja për atë që ndodhi më herët. Me praktikantët. Marko uli syt. Nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Jam mësuar. Por unë nuk jam, u përgjigj ajo me më shumë vendosmëri se sa kishte ndërmend. Dhe nuk duhet të jetë kështu. Kishte një moment heshtjeje mes tyre. Marko e studioi me kureshtje, sikur po shihte një person krejtësisht të ndryshëm nga ekzekutiva e ftohtë që njihte. A mund të pyes diçka, tha ai më në fund. Kiara pohoi me kokë. Pse ju intereson? Dua të them, e di që ne jemi vetëm punonjës për ju. Dhe është mirë kështu. Pyetja e kapi të papërgatitur. Si të shpjegonte se ajo nuk e dinte përgjigjen? Si të thoshte se diçka në mënyrën se si ai kujdesej për vajzën e tij, në dinjitetin me të cilin përballonte vështirësitë, kishte zgjuar një pjesë të saj që ajo mendonte se kishte humbur prej kohësh. Çdo punonjës meriton respekt, u përgjigj ajo, duke shmangur syt e tij. Është politik e kompanisë. Marko buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, por e vërtetë. Ana u gëzua shumë kur mori vesh që ju pëlqeu vizatimi i saj. Ajo bëri një tjetër për ju. Bëri? Është në tavolinën time atje lart. Mund ta sjell më vonë, nëse doni. Kiara pohoi, duke ndjerë përsëri atë ndjenjë të çuditshme në gjoks. Do të doja. Kur Marko shkoi lart për të marrë vizatimin, ajo mbeti vetëm në bodrum, e rrethuar nga zhurma e pajisjeve. Atje, larg syve kureshtar dhe lojrave të pushtetit, ajo lejoi veten të mendonte për atë që po i ndodhte. Kishte diçka te Marko dhe Ana që e bënte të vinte në dyshim gjithçka që kishte ndërtuar, të gjitha muret që kishte ngritur për t'u mbrojtur. Vizatimi që Marko solli ishte edhe më prekës se i pari. Tregonte 3 figura, një burr të gjatë, një fëmijë të vogël dhe një grua me fustan elegant. Ishin në një park, në një diell rrezatues dhe të gjithë buzëqeshnin. Në cepin e poshtëm të djathtë, Ana kishte shkruar: Familja ime e ëndrave. Kiara shikoi letrën për një kohë të gjatë, duke ndjerë një ny në fy. Ajo ju konsideron pjesë të familjes, tha Marko butësisht. Por mezi më njeh, murmuriti Kiara. Fëmijët kanë një instinkt të veçantë për njerëzit e mirë. Ana pa diçka të ju që ndoshta ju vetë nuk e shihni. Fjalët i huan në mendjen e Kiarës për pjesën tjetër të ditës. Kur arriti në shtëpi atë natë, vendosi vizatimin në frigorifer, sendin e parë personal që lejoi në apartamentin e saj minimalist pas vitesh. Në fundjavë, ndodhi diçka e pazakontë.
Kiara po bënte pazar në një qendër tregtare në kryeqytet kur pa Markon dhe Anën duke ecur dorë për dorë. Ata u ndalën para një dyqani lodrash dhe ajo mund të shihte Anën duke treguar me entuziazëm një kukull në vitrinë. Marko u ul pranë vajzës së tij duke i shpjeguar diçka me durim. Kiara nuk mund t'i dëgjonte fjalët, por gjua e trupit e bënte të qartë se ai po thoshte se nuk mund ta blinin. Ana pohoi me kokë me mirëkuptim, pa bërë zhurmë, pa insistuar. Në vend të kësaj, ajo përqafoi baban dhe sugjeroi të shkonin në zonën e ushqimit, ku mund të ndanin një snack. Kiara i ndoqi diskretisht duke vëzhguar dinamikën mes babait dhe vajzës. Kishte aq shumë dashuri në atë marrëdhënie, aq shumë bashkëpunim, saqë ajo u ndje njëkohësisht e prekur dhe ziliqare. Kur ishte hera e fundit që ajo ishte ndjer pjesë e diçkaje të tillë? Kur ishte hera e fundit që dikush e kishte parë me të njëjtin dashuri që Ana tregonte për baban e saj? Të hënën, Marko gjeti në tavolinën e tij diçka të papritur. Një kuti elegante me një kartë të bashkangjitur. Brenda ishte një portofol lëkure italiane, i bërë me dorë, me cilësi të pakundërshtueshme. Karta thjesht shkruante: çdo profesionist meriton vegla të duhura për punën e tij. Marko shikoi portofolin për një kohë të gjatë. Ishte qartazi i shtrenjtë, më i shtrenjtë se çdo gjë që ai zotëronte. Por kishte diçka në thjeshtësinë e gjestit, në diskretimin e kartës që e preku thellë. Ai shkoi lart në katin e presidencës, diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Olta e priti me surprizë. Duhet të flas me zonjën Kiara, tha ai. Ajo është në takim, por mund t'i dërgoj një mesazh. Është personale. Olta e studioi për një moment, pastaj bëri një thirrje të brendshme. Disa minuta më vonë, Kiara u shfaq në recepcion. Marko? Ndodhi diçka? Duhet të flasim, tha ai duke treguar kutinë. Kiara e çoi në një sallë takimesh të zbrazët. Marko mbylli derën pas vetes dhe u kthye nga ajo. Nuk mund ta pranoj këtë, tha ai duke i zgjatur kutinë. Pse jo? Sepse është shumë. Sepse nuk bëra asgjë për ta merituar. Sepse mendoni se nuk ja vlen, e ndërpreu ajo. Marko u ndal, i befasuar nga pyetja. Të pash ty dhe Anën në qendrën tregtare të shtunën, vazhdoi Kiara. Pash si i shpjegove asaj pse nuk mund ta blinin kukullën. Pash durimin, dashurinë, dinjitetin me të cilin bën gjithçka për të. Nëse kjo nuk vlen një portofol të mirë, atëherë çfarë vlen? Kishte diçka në zërin e saj, një emocion që Marko nuk e kishte vënë re kurrë më parë. Për një moment, ata u panë në heshtje dhe diçka kaloi mes tyre, një njohje, një lidhje që asnjëri prej tyre nuk e priste. Faleminderit, tha Marko më në fund duke e futur kutinë. Marko, thiri Kiara kur ai arriti te dera. Ana ende e do atë kukull? Ai buzëqeshi. Ajo as nuk e mban mend më. Pa një libër me përralla në një librari dhe tani flet vetëm për të. Kiara pohoi me kokë, por Marko vuri re një shkëlqim të veçantë në sytë e saj kur ajo tha, e kuptoj. Atë pasdite, Ana gjeti një çantë shumë ngjyrëshe në tavolinën e saj në mens. Brenda ishte libri me përralla që kishte parë në librari, shoqëruar me një set lapsash me ngjyra profesionale. Karta shkruante, për artisten që vizaton buzëqeshje. Një admiruese. Reagimi i Anës ishte i menjëhershëm dhe ngjitës. Ajo vrapoi te babi i saj, i cili po punonte në Bodrum, duke mbajtur librin ngjitur me gjoksin si të ishte thesari më i çmuar në botë. Marko e dinte menjëherë kush e kishte dhënë dhuratën. Dhe për herë të parë, filloi ta shihte Kiarën jo si ekzekutiven frikësuese që komandonte kompaninë, por si një gruar që ndoshta, vetëm ndoshta, kishte një zemër më të madhe se sa i pëlqente të tregonte. Ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ishte se dikush po vëzhgonte këto shkëmbime me interes në rritje. Petriti kishte vënë re ndryshimet në sjelljen e presidentes dhe po fillonte të formulonte teoritë e tij mbi atë që po ndodhte. Dhe qëllimet e tij nuk ishin nga më fisnike. Javët në vijim sollën një ndryshim të hollë por të dukshëm në dinamikën e korporatës bashkimi. Kiara e gjeti veten duke bërë devijime të vogla në agjendën e saj, duke gjetur justifikime për të vizituar katet ku punonte Marko. Bisedat e rastësishme rreth mirëmbajtjes zgjateshin përtej të nevojshmes, dhe ajo zbuloi se vlerësonte perspektivën e tij të drejtë për drejtë dhe të ndershme mbi problemet e kompanisë.
Marko, nga ana e tij, filloi të vërente detaje rreth Kiarës që kishin kaluar pa u vënë re më parë. Mënyra se si ajo dëgjonte vërtet kur dikush fliste, si sytë e saj zbuteshin kur Ana shfaqej në mens, si ajo kishte implementuar në heshtje përmirësime në kushtet e punës pas bisedave të tyre. Ana u bë lidhja natyrale mes tyre. Vajza kishte zhvilluar një magjepsje të vërtet për Kiarën, gjithmonë duke pyetur baban e saj për zonjën e bukur me kurorën e padukshme. Vizatimet e saj tani përfshinin rregullisht një figurë femërore elegante pranë saj dhe babait të saj në skenar të ndryshëm, në park, në kompani, në shtëpi. Ishte një e mërkur me shi që gjithçka filloi të ndryshonte në mënyrë të pakthyeshme. Kiara ishte në zyrën e saj kur Olta hyri me një shprehje të shqetësuar. Zonjë, ka ardhur një denoncim zyrtar në burimet njerëzore, tha asistentja, duke i zgjatur një zarf zyrtar. Kiara hapi dokumentin me kureshtje në rritje. Ndërsa lexonte, shprehja e saj mbyllej progresivisht. Denoncimi, bërë në mënyrë anonime, pretendonte përdorim të papërshtatshëm të ambienteve të kompanisë dhe neglizhencë të mundshme në mbikëqyrjen e të miturit në lidhje me praninë e shpeshtë të Anës në ndërtesë. Kush e protokollon këtë? Pyeti Kiara, zëri i saj duke marrë tonin e ftohtë që nuk e kishte përdorur prej javësh. Anonim, siç thash. Por ka kaluar nëpër të gjitha kanalet zyrtare. Burimet njerëzore duhet të hetojnë. Kiara studioi dokumentin përsëri. Kishte diçka në tonin, në zgjedhjen e fjalëve që i dukej e njohur. Nuk ishte thjesht një ankesë profesionale, kishte keqdashje aty, një qëllim për të shkaktuar probleme specifike për Markon. Cakto një takim me Luanin nga burimet njerëzore për nesër në mëngjes, udhëzoi ajo. Dhe dua një kopje të gjitha protokolleve në lidhje me punonisit me fëmijë të mitur. Atë pasdite, ajo zbriti për të biseduar me Markon. E gjeti atë në laboratorin e informatikës duke kryer një përditësim në servera. Ana ishte ulur në një cep duke lexuar në heshtje librin e saj me përralla. Marko, duhet të flas me ty, tha Kiara, duke u përpjekur të mbante një ton neutral. Ai e kuptoi menjëherë tensionin në zërin e saj. Ana, a mund të presësh jashtë për një moment? Teze Rosa tha se kishte ëmbëlsira të reja në mens. Ana doli me entuziazëm dhe Marko u kthye nga Kiara me pritshmëri të shqetësuar. Ka ardhur një denoncim për Anën që vjen në kompani, tha ajo drejt për drejt. Burimet njerëzore do të duhet të hetojnë. Marko mbylli syt për një moment. E dija që kjo do të ndodhte një ditë. Gjithmonë jam shumë i kujdesshëm që ajo të mos shqetësoj askënd, por nuk ishte për të shqetësuar, ndërpreu Kiara. Ishte diçka keqdashëse. Dikush dëshiron specifikisht të shkaktoj probleme. Keni ndonjë ide kush mund të ketë qenë? Kiara hezitoi. Dyshimet e saj binin mbi Petritin, por nuk kishte prova konkrete. Nuk mund të pohoj asgjë ende. Por do të bëj çmos për ta zgjidhur këtë. Pse? Pyeti Marko, pyetja doli para se ai të mund të kontrollojë. Çfarë doni të thoni? Pse po e bëni këtë për mua? Për ne? Kiara e pa, duke ndjerë përsëri atë ndjenjë në gjoks që nuk mund ta emëronte. Si të shpjegonte se prania e tij dhe e Anës kishte sjellë diçka në jetën e saj që ajo as nuk e dinte se i mungonte? Si të thoshte se po fillonte të vinte në dyshim nëse një jetë suksesi profesional ia vlente pa lidhje njerëzore të vërteta? Sepse është gjëja e duhur për të bërë, u përgjigj ajo më në fund. Por Marko pa diçka më shumë në sytë e saj, diçka që bëri zemrën e tij të rrahë në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Takimi me Luanin nga burimet njerëzore të nesërmen në mëngjes ishte i tensionuar. Ai ishte një burr i kujdesshëm, i shqetësuar për të ndjekur të gjitha protokollet me përpikëri. Kiara, e kuptoj pozicionin tuaj, por denoncimi ngre pyetje legjitime, shpjegoi ai, duke shfletuar letra në tavolinën e tij. Çështje përgjegjësie civile, sigurie, përdorimi të duhur të ambienteve. Luan, ky punonjës është me ne prej 5 vitesh. Nuk ka pasur asnjë incident, asnjë ankesë legjitime. Vajza e tij është e edukuar, diskrete, nuk ka shkaktuar kurrë probleme. Por kjo nuk ndryshon faktin se teknikisht nuk kemi politika të qarta për fëmijët në ambiente. Atëherë krijojmë politika, tha Kiara me vendosmëri. Politika që njohin realitetet e jetës moderne, që mbështesin prindërit punëtor në vend që t'i ndëshkojnë. Luan e vëzhgoi me surprizë.
Ishte një qasje shumë ndryshe nga ajo që priste nga presidentja tradicionalisht e palëkundur. Ju vërtet doni ta hapni këtë precedent, pyeti ai. Po. Dhe dua që të implementohet në mënyrë që të mbrojë si kompaninë ashtu edhe punonjësit. Ndërkohë, në Bodrum, Marko po përpiqej të përqendrohej në punë, por mendja e tij ishte në turbullirë. Kishte vënë re shikimet spekulative të disa kolegëve, përshpëritjet që ndaleshin kur ai kalonte. Denoncimi kishte krijuar një atmosferë tensioni rreth tij që e bënte të ndihej i pakëndshëm. Ana gjithashtu kishte vënë re ndryshimin. Ajo ishte më vëzhguese se shumica e fëmijëve të moshës së saj dhe e kuptonte kur ja ati ishte i shqetësuar. Babi, je i trishtuar? Pyeti ajo gjatë drekës në mens. Jo, bia ime. Thjesht po mendoj për punën. Është për shkak të zonjës së bukur? Ty të pëlqen ajo, apo jo? Marko gati u mbyt me sandviçin. Ana, nga e nxore këtë ide? Ti bëhesh ndryshe kur shfaqet ajo. Bëhesh më i lumtur, njësoj si kur më sheh pas shkollës. Thjeshtësia e vëzhgimit fëmijëror e kapi të papërgatitur. A ishte e mundur që ndjenjat e tij të ishin kaq të dukshme? Dhe më e rëndësishmja, a ishte e përshtatshme të zhvillonte ndjenja për shefen e tij, sidomos në një situatë tashmë të komplikuar? Para se të mund të përgjigjej, Kiara u shfaq në mens. Ajo ju afrua tavolinës me një shprehje që Marko nuk mund ta deshifronte. Marko, a mund të flasim? Pyeti ajo. Ata u drejtuan drejt një cepi më të rezervuar të mensës, larg veshëve kureshtar. Kam arritur të zgjidh situatën përkohësisht, tha ajo. Po zbatojmë politika të reja që do të lejojnë punonjësit të sjellin fëmijët në situata specifike, me kusht që të ndjekin udhëzime të caktuara. Marko ndjeu një lehtësim të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Unë nuk di si t'ju falenderoj. Nuk ka nevojë të falenderosh. Por Marko, duhet të jemi të kujdesshëm. Ka njerëz që vëzhgojnë çdo lëvizje tonën tani. Çdo gjë që duket e papërshtatshme mund të përdoret kundër teje. E papërshtatshme si? Kiara e pa në sy dhe për një moment, lidhja mes tyre ishte aq intensive sa ajo u ndje e ekspozuar, e cenueshme. Njerëzit do ta interpretojnë miqësinë tonë në mënyrën që duan. Dhe si e interpretoni ju? Pyeti ai butësisht. Pyetja qëndroi në ajër mes tyre. Kiara ndjeu zemrën t'i ra më shpejt, mbrojtjet e saj të zakonshme filluan të shkatërroheshin. Kishte kaluar aq shumë kohë që nuk i kishte lejuar vetes të ndjente diçka reale për dikë. Filloi ajo, por u ndërpre nga një zë i njohur. Zonja Kiara. Shiko, bërtiti Ana, duke vrapuar drejt tyre me një vizatim të ri në duar. Momenti u prish, por diçka kishte ndryshuar mes tyre. Të dy e dinin se kishin kaluar një vit të padukshme, se nuk mund të pretendonin më se ajo që ndjenin ishte vetëm interes profesional. Vizatimi i Anës tregonte të tre në një zyrë, të gjithë duke punuar së bashku. Kiara ishte në tavolinën e saj, Marko po rregullonte një kompjuter dhe Ana po lexonte në një cep. Ishte një familje jo konvencionale, por një familje gjithsesi. Kështu e imagjinoj kur të rritem, shpjegoi Ana. Të gjithë duke punuar së bashku, duke u kujdesur për njëri tjetrin. Kiara shikoi vajzën, pastaj Markon dhe ndjeu diçka brenda saj që u dorëzua përfundimisht. Nuk kishte rëndësi sa e ndërlikuar mund të bëhej situata, ajo nuk donte më të pretendonte se nuk I interesonte. Por në anën tjetër të mensës, Petriti vëzhgonte skenën me interes në rritje. Ai kishte arritur atë që donte me denoncimin, të krijonte tension dhe të tërhiqte vëmendjen ndaj marrëdhënies mes teknikut dhe presidentes. Tani ishte koha për fazën tjetër të planit të tij. Ai nuk kishte ide sa e rrezikshme do të ishte të ngatërohej me dy persona që më në fund kishin gjetur diçka për të cilën ia vlente të luftohej. Politikat e reja për fëmijët në ambientet e kompanisë u zbatuan javën pasardhëse, duke krijuar një precedent që përfitonte jo vetëm Markon, por edhe punonjës të tjerë në situata të ngjashme. Kiara kishte punuar personalisht në detaje, duke garantuar që ato të ishin të drejta por praktike, duke mbrojtur si interesat e kompanisë ashtu edhe të drejtat e punëtorëve. Reagimi ishte I përzier. Shumë punonjës e lavdëruan masën si progresive dhe humane. Të tjerë, sidomos disa antar të bordit, vënë në dyshim nëse Kiara po bëhej tepër lejuese në udhëheqjen e saj. Petriti nuk ishte I kënaqur me rezultatin.
Denoncimi i tij anonim jo vetëm që kishte dështuar të shkaktonte probleme reale për Markon, por kishte rezultuar edhe në përfitime për punonjësit e tjerë. Ai kishte nevojë për një qasje tjetër, diçka që vërtet do të trondiste pozicionin si të teknikut ashtu edhe të presidentes. Ishte një të premte pasdite që ai gjeti mundësinë e tij. Ana kishte rëshitur në shkallët e brendshme të ndërtesës ndërsa shkonte për të marrë ujë në çezmë. Ishte vetëm një rënje e vogël që rezultoi në një prerje sipërfaqësore në ball, por Petriti, i cili po kalonte nëpër korridor, pa shansin perfekt. Ai menjëherë aktivizoi protokollet e sigurisë duke insistuar që të thirrej një ambulancë dhe që e gjithë situata të dokumentohej. Kur Marko arriti, gjeti Anën të rrethuar nga paramedikët, Kiarën duke i mbajtur dorën dhe Petritin duke folur me entuziazëm me rojet e sigurisë për përgjegjësi civile dhe neglizhencë. Babi, bërtiti Ana kur pa Markon duke i zgjatur krahët. Gjithçka është mirë, bia ime. Është vetëm një gërvishtje, tha Marko, duke e përqafuar, por sytë e tij tregonin shqetësimin. Ai e dinte se ai aksident i vogël do të amplifikojë përtej çdo proporcioni të arsyeshëm. Marko, tha Kiara butësisht, do të marrë përgjegjësinë e plot për këtë. Ana ishte këtu në bazë të politikave të reja që unë zbatova. Nëse ka ndonjë faj, është i imi. Petriti buzëqeshi brenda vetes. Ishte pikërisht ajo që priste të dëgjonte. Në ditët në vijim, incidenti u shndërrua në diçka shumë më të madhe se sa duhej. Petriti ishte siguruar që të gjitha detajet të dokumentoheshin dhe raportoheshin, duke krijuar një gjurmë letre që sugjeronte neglizhencë organizative. Më keq akoma, ai kishte informuar konfidencialisht disa kontakte në media për situatën, duke pikturuar një pamje të një presidenteje që lejonte rreziqe të panevojshme për favorizim personal. Reportazhi i parë u shfaq të hënën. Ishte i vogël, i varrosur në seksionin e biznesit të një gazete lokale, por sugjeronte pyetje rreth politikave të reja të diskutueshme të korporatës, bashkimi dhe marrëdhënie së ngushtë mes presidentes dhe një punonjësi. Kiara lexoi artikullin në zyrën e saj, duke ndjerë një përzierje zemërimi dhe shqetësimi. Ajo kishte trajtuar media armiqësore më parë, por kur për diçka kaq personale. Olta hyri me një shprehje të shqetësuar. Zonjë, bordi kërkon një takim urgjent këtë pasdite. Dhe po vinë më shumë reportazhe. Më shumë? Duket se dikush po ushqen gazetat me informacione. Ka sugjerime se vendimet tuaja të fundit mund të jenë të ndikuara nga faktor personal. Kiara mbylli sytë. Ajo e dinte saktësisht ku do të çonte kjo. Bota korporative nuk toleronte udhëheqësit që demonstronin dobësi emocionale, sidomos gratë në pozita pushteti. Ndërkohë, Marko ishte në Bodrum duke u përpjekur të përqendrohej në punë, por vazhdimisht i ndërprer nga kolegët që ofronin solidaritet ose, më keq, bënin pyetje të pavend rreth marrëdhënies së tij me presidenten. Ai mund të ndjente shikimet, të dëgjonte përshpëritjet. Ana, e cila ishte kthyer në shkollë, nuk e kuptonte pse ja ti dukej kaq i shqetësuar. Prerja në ballën e saj ishte trajtuar me një fashë të vogël dhe ajo e kishte harruar plotësisht incidentin. Ishte gjatë drekës që Marko mori një vendim të vështirë. Ai duhej të fliste me Kiarën, jo si punonjës me shefen, por si dy njerëz që kujdeseshin për njëri tjetrin. Ai shkoi lart në katin e presidencës, diçka që ende e intimidonte, dhe kërkoi të fliste me Kiarën. Marko, tha ajo kur ai hyri në zyrën e saj, si është Ana? Është mirë. As nuk e mban mend më çfarë ndodhi. Por duhet të flasim për atë që po ndodh. Kiara bëri një gjest që ai të ulej. E di që situata është e komplikuar. Por do të kaloj. Kiara, tha ai, duke përdorur emrin e saj për herë të parë, ju po rrezikoni veten për mua. Për ne. Dhe nuk e di nëse është e drejtë. Çfarë doni të thoni? Marko u përkul përpara. Kam marrë 2 oferta pune këtë javë. Kompani më të vogla, më fleksibël. Ndoshta është më mirë të pranoj njërin prej tyre, të heq presionin nga ju. Kiara ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ideja që Marko të largohej e shqetësonte më shumë se sa ishte e gatshme të pranonte. Doni të largoheni? Pyeti ajo. Jo, u përgjigj ai sinqerisht. Por nuk dua që ju të humbisni gjithçka që keni ndërtuar për shkakun tim. Po sikur të them se ti dhe Ana vleni më shumë se çdo pozicion korporativ. Fjalët dolën para se Kiara të mund të kontrollohej.
Ato qëndruan pezull në ajër mes tyre, të ngarkuara me kuptim. Marko e pa me intensitet. Vërtet e besoni këtë? Po, përshpëriti ajo. Ai u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke parë qytetin poshtë. Ish gruaja ime më la sepse tha se isha ambicios I kufizuar. Që nuk do të isha kur më shumë se një teknik. Për një kohë të gjatë, e besova atë. Kiara ju afrua. Dhe tani? Tani kam një vajzë të mrekullueshme që më sheh si hero. Kam një punë që e dua në një kompani që është bërë e veçantë për shkak të një gruaje të jashtëzakonshme që arrin të shohë përtej pamjeve. Ata ishin shumë afër tani dhe Kiara mund të ndjente nxehtësinë që rrezatonte prej tij. Kishte diçka në sytë e Markos që e bënte të ndihej e parë, e kuptuar në një mënyrë që nuk e kishte provuar kurrë. Marko, filloi ajo. E di që është e komplikuar, ndërpreu ai. E di që ka protokolle, hierarki, pritshmëri. Por gjithashtu e di që nuk dua më të pretendoj se nuk ndjej asgjë për ty. Zemra e Kiarës rrite aq fort sa ajo ishte e sigurt se ai mund ta dëgjonte. Të gjitha vitet e mbrojtjes emocionale, të gjitha barrierat që kishte ndërtuar, po shkatërroheshin para atij burri të thjeshtë dhe të ndershëm që kishte hyrë në jetën e saj. Përmes një vizatimi fëmijëror. Edhe unë, përshpëriti ajo. Nuk dua më të pretendoj. Ata u afruan më shumë dhe për një moment bota e jashtme, presionet, gjykimet, pasojat u zhduk. Kishte vetëm 2 persona që kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar te njëri tjetri. Puthja ishte e butë, hezituese në fillim, pastaj më intensive ndërsa të dy I dorëzoheshin ndjenjave që kishin mohuar prej javësh. Kur më në fund u ndan, të dy dridheshin. Çfarë bëjmë tani? Pyeti Marko. Para se Kiara të mund të përgjigjej, interkomi ra. Ishte Olta, zonja Kiara, bordi ka ardhur më herët. Ata po presin në sallën e takimeve. Realiteti u kthye me forcë të plotë. Kiara u largua nga Marko, duke u përpjekur të rivendoste pamjen e saj profesionale. Duhet të shkosh, tha ajo. Ky takim nuk do të jetë I lehtë. Kiara, tha ai, duke I mbajtur dorën për një moment, pavarësisht se çfarë ndodh, mos u pendo për asgjë. Unë nuk pendohem. Pasi Marko doli, Kiara mbeti vetëm për disa minuta, duke u përpjekur të përpunonte atë që kishte ndodhur. Për herë të parë në jetën e saj të rritur, ajo kishte lejuar veten të ishte e cenueshme me dikë. Dhe tani do të duhej të përballej me pasojat. Takimi I bordit ishte pikërisht aq I vështirë sa ajo priste. 5 burra në moshë të mesme, të gjithë të shqetësuar për imazhin e kompanisë dhe implikimet e vendimeve të fundit të presidentes. Kiara, tha Arben Murati, antari më I vjetër I bordit, ne jemi të shqetësuar për drejtimin që po marrin gjërat. Kjo situatë me punonisin e mirëmbajtjes po krijon një perceptim favorizimi që mund të ndikojë në besueshmërinë tonë. Çfarë situate saktësisht? Pyeti Kiara, duke mbajtur zërin e saj të kontrolluar. E jani, të gjithë e dim se po ndodh diçka përtej profesionalizmin. Dhe tani, me këtë aksident të fëmijës dhe mbulimin mediatik. Aksidenti ishte I vogël dhe u trajtua siç duhet. Politikat që zbatova përfitojnë disa punonjës, jo vetëm një. Por perceptimi është ndryshe, këmbënguli një antar tjetër. Dhe perceptimi në biznes është realitet. Kiara I pa një nga një. Ishin burra që ajo I njihte prej vitesh, që kishin punuar me tatin e saj, që e kishin mbështetur kur ajo mori presidencën. Por tani shihte diçka ndryshe në sytë e tyre, të njëjtën ftohtësi llogaritëse që ajo vetë e kishte kultivuar për kaq shumë vite. Çfarë saktësisht po sugjeroni? Pyeti ajo. Një transferim, tha Arbeni. Punonisi mund të zhvendoset në një nga degët tona në rajon rural. Problemi I zgjidhur, pa dëmtuar askën. Po sikur të refuzoj. Heshtja që pasoi ishte zbuluese. Më në fund, Arbeni foli, shpresojmë që të mos jetë e nevojshme të shqyrtojmë alternativa më definitive. Kiara doli nga takimi duke e ditur se ishte në një udhëkryq. Mund t'i dorëzoi presioneve, të mbronte pozicionin e saj dhe të humbiste personin e parë që I kishte prekur zemrën pas vitesh. Ose mund të luftonte për atë që vërtet kishte rëndësi dhe të rrezikonte gjithçka që kishte ndërtuar. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj, ajo shikoi përsëri vizatimet e anës që kishte ruajtur. Në njërin prej tyre, 3 figurat ishin dorë për dore në një ylber.
Ishte e thjesht, fëmijërore, por përfaqësonte diçka që ajo nuk e kishte ditur kur se e donte, një familje. Për herë të parë në karrierën e saj, Kiara Bashkimi ishte gati të rrezikonte gjithçka për dashurinë. Por ajo ende nuk e dinte çmimin real të këtij vendimi. Kriza arriti kulmin në një të martë në agim, kur sistemi qendror i korporatës Bashkimi pësoi një defekt të plodh. Serverat kishin rënë njëkohësisht duke paralizuar të gjitha operacionet e kompanisë. Ishte lloji i emergjencës që mund të kushtonte miliona në kontrata të humbura dhe reputacion të dëmtuar. Kiara u zgjua në 3 të mëngjesit nga një telefonat dëshpëruese nga Teo, mbikëqyrësi i IT-s. Zonja Kiara, duhet të vini menjëherë. Gjithçka është jashtë funksionit dhe nuk po arrijmë të identifikojmë problemin. Keni thirrur Markon? Pyeti ajo, ende duke u përpjekur të përpunonte informacionin. Ai është rrugës. Por zonjë, kjo është e madhe. Shumë e madhe. Kur Kiara arriti në kompani, gjeti një ekip teknikësh në panik në qendrën e operacioneve. Marko ishte në mes të sallës së serverave, i përqendruar në pajisje, duke u përpjekur të diagnostikonte origjinën e defektit. Cila është situata? Pyeti ajo. Më keq se sa menduam, u përgjigj Marko pa ngritur syt nga kompjuterët. Nuk është thjesht një defekt. Dikush sabotazhoi sistemin. Sabotazhoi? Si? Marko tregoi një seri kodesh në ekran. Shikoni këto komanda. Ato u ekzekutuan nga brenda kompanisë, nga një terminal i autorizuar. Dikush me akses të brendshëm e bëri këtë qëllimisht. Kiara ndjeu një të ftohtë në shpinë. Mund ta ktheni mbrapsht? Mundem, por do të marr orë. Dhe duhet të zbuloj saktësisht çfarë u ndryshua për të siguruar që nuk ka kurthe të fshehura. Presioni ishte i madh. Çdo orë që kompania qëndronte ofline, më shumë kontrata ishin në rrezik. Më keq akoma, ishte e pamundur të fshehësh një defekt të kësaj madhësie. Gazetat tashmë do të spekulonin për probleme të brendshme në korporatën Bashkimi. Çfarë ju duhet? Pyeti Kiara. Kohë, kafe dhe qetësi për t'u përqendruar. Kiara shkarkoi ekipin e IT-s, duke lënë vetëm Markon të punonte. Ajo solli kafe të fortë nga makina ekzekutive dhe u ul në një karrige aty pranë, duke e vëzhguar atë të punonte. Nuk duhet të qëndroni, tha Marko, duke vënë re praninë e saj. Dua të qëndroj. Për orë të tëra, ata punuan krah për krah në qetësinë e agimit. Marko shtypte kode komplekse, testonte sisteme, gjurmonte ndryshimet keqdashëse. Kiara organizonte raporte për klientët, përgatiste komunikata shtypi, menaxhonte krizën nga pikpamja korporative. Ishte gjatë një pushimi, kur Marko ishte qartazi i lodhur, që Kiara vuri re duart e tij duke u dridhur. Kur ishte hera e fundit që hëngrët? Pyeti ajo. Nuk mbaj mend, pranoi ai. Ajo zbriti në mens dhe solli sandviçe dhe fruta. U ulën në dyshemen e sallës së serverave, të rrethuar nga pajisjet që gumëzhinin, duke ngrënë një vakt të improvizuar në 6 të mëngjesit. Kiara, tha Marko papritur, po ndodh diçka me bordin, apo jo? Ajo hezitoi, pastaj vendosi të ishte e ndershme. Ata duan të transferojnë në një degë në rajon rural. Marko pohoi me kokë ngadalë. Për shkakun ton. Për shkakun ton, konfirmoi ajo. Po ti? Çfarë do? Kiara e pa, flok të çrregull, këmishë të rrudhosur, sy të lodhur por të vendosur. Ai kishte kaluar natën duke shpëtuar kompaninë e saj, pa hezitim, pa pritur asgjë në këmbim. Të dua ty, tha ajo thjesht. Të dua ty dhe anën. Dua të provoj të ndërtoj diçka reale. Marko u përkul dhe e puthi, butësisht këtë herë, një puthje e ngarkuar me premtime dhe shpresa. Kur u ndan, ai pëshpëriti, atëherë do të luftojmë për këtë. Ishte në atë moment që dëgjuan hapa në korridor. Ata u ndan shpejt, duke u përpjekur të qetësoheshin, por ishte tepër vonë. Petriti kishte ardhur herët duke pretenduar shqetësim për krizën dhe i zuri duke u përqafuar në dyshemen e sallës së serverave. Më falni që ndërpreva, tha ai me një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Erdha të shoh progresin e rikuperimit. Sistemi do të jetë funksional brenda një ore, u përgjigj Marko ftohtë, duke u kthyer te kompjuterët. Petriti nuk u largua. Në vend të kësaj vëzhgoi dinamikën mes tyre me interes të dukshëm, duke bërë shënime mendore që Kiara e dinte se do të përdoren kundër tyre.
Kur sistemi më në fund u kthye në punë, ishte tashmë mesdita. Kompania kishte humbur 9 orë operacioni, por dëmet u minimizuan nga përgjigja e shpejtë. Marko jo vetëm që kishte restauruar të gjitha të dhënat, por kishte zbatuar edhe masa mbrojtëse shtesë kundër sulmeve të ardhshme. Punë e shkëlqyer, tha Kiara publikisht në praninë e ekipit që kishte ardhur në mëngjes. Por sytë e saj komunikuan shumë më tepër se fjalët e saj formale. Atë pasdite, ndërsa Kiara ishte në takim me klient të irrituar, duke u përpjekur të minimizonte humbjet nga defekti, Petriti bëri lëvizjen e tij vendimtare. Ai kërkoi drejt për drejt Arben Muratin, antar i bordit. Zoti Murati duhet të flasë për një situatë delikate, tha Petriti, duke marrë një ajër shqetësimi profesional. Është për presidenten dhe teknikun e mirëmbajtjes. Çfarë për ta? Këtë mëngjes, gjatë krizës së sistemit, i gjeta në një situatë komprometuese në sallën e serverave. Petriti pikturoi një tablo që, megjithse teknikisht e vërtet, ishte e ngarkuar me insinuata. Sugjeroi neglizhencë profesionale, sjellje të papërshtatshme, konflikt të mundshëm interesi. Dhe ka më shumë, vazhdoi ai. Kam dyshime se defekti i sistemit nuk ishte aksidental. Dikush me akses të brendshëm e sabotazhoi. Dhe është interesante të theksohet se i vetmi që arriti të zgjidhë problemin ishte pikërisht tekniku që ka një marrëdhënie të veçantë me presidenten. Arbeni dëgjoi gjithçka me shqetësim në rritje. Po sugjeroni se ata e orkestruan këtë? Nuk po sugjeroj asgjë. Thjesht po raportoj fakte që mendova se bordi duhet t'i dinte. Biseda nuk vonoi të arrinte te antarët e tjerë të bordit dhe në fund të pasdites u thirr një takim urgjent. Kiara hyri në sallën e takimeve duke e ditur se do të përballej me betejën e jetës së saj profesionale. 5 antarët e bordit ishin të pranishëm, shprehjet e tyre varionin nga shqetësimi në mosmiratim. Kiara, filloi Arbeni, na kanë ardhur informacione shqetësuese për marrëdhënien tuaj me një punonjës dhe neglizhencën e mundshme gjatë krizës së sotme. Çfarë informacione? Pyeti ajo, duke mbajtur zërin e saj të fortë. Petriti u thirr për të paraqitur raportin e tij. Ai ishte përgatitur me kujdes, duke paraqitur faktet në mënyrë që të maksimizonte përshtypjen e papërshtatshmërisë pa gënjur teknikisht. Kur mbaroi, heshtja në sallë ishte e rëndë. Kiara, tha Arbeni më në fund, kjo ju vendos në një pozicion të paqëndrueshëm. Ne nuk mund të kemi një presidente, vendimet e së cilës mund të ndikohen nga ndjenja personale. Vendimet e mia kanë qenë gjithmonë të bazuara në atë që është më e mira për kompaninë, u përgjigj Kiara. Por perceptimi është ndryshe. Dhe tani, me këto rrethana ne mendojmë se do të ishte më mirë për të gjithë nëse punonjësi do të transferohej menjëherë. Dhe ndoshta ju duhet të konsideroni të merrni pushim derisa kjo situatë të zgjidhet. Kiara i pa një nga një. Ishin burra që ajo i respektonte, që kishin besuar tek ajo për vite. Por tani shihte se ky besim kishte kufi që nuk përfshinin lejimin e saj të ishte njerëzore, të ndjente, të dashuronte. Po sikur të refuzoj. Atëherë do të duhet të shqyrtojmë një mocion mosbesimi, tha Arbeni me trishtim. Nuk duam të arrijmë deri këtu, Kiara. Ju jeni një ekzekutive brillante. Por nuk mund të lejojmë që skandalet personale të ndikojnë në kompani. Ishte ultimatumi përfundimtar. Të pranonte transferimin e Markos dhe të distancohej prej tij, ose të humbiste gjithçka për të cilën kishte punuar gjithë jetën. Kiara mori frym thellë. Mendoi për baban e saj, si ai e kishte ndërtuar këtë kompani përmes sakrificave personale. Mendoi për karrierën e saj, për vitet e përkushtimit total ndaj punës. Mendoi për pushtetin, statusin, sigurinë financiare që mund të humbiste. Pastaj mendoi për Markon duke punuar gjithë natën për të shpëtuar kompaninë, pa hezitim, pa pritur asgjë në këmbim. Mendoi për Anën, me vizatimet e saj të pafajshme dhe aftësinë e saj për të parë mirësi ku të tjerët shihnin vetëm hierarki. Mendoi për ndjenjen e plotësisë që kishte zbuluar në javët e fundit, për mundësinë e të pasurit një familje të vërtetë. Zotërin, tha ajo më në fund, duke u ngritur, nëse të duash dik më bën të path për të udhëhequr, ndoshta është koncepti i udhëheqjes që duhet të ndryshojë. Marko është një punonjës shembullor që shpëtoi këtë kompani sot. Ana është një fëmijë e ëmbël që nuk shkaktoi kurrë asnjë problem të vërtetë. Nëse zgjedhja për t'i mbrojtur ata dhe për të ndërtuar një jetë me ta do të më kushtoj postin tim, le të jetë kështu. Shoku në sallë ishte i prekshëm.
Askush nuk priste që Kiara të zgjidhte dashurinë mbi pushtetin. Po bëni një gabim, tha Arbeni. Ndoshta, u përgjigj Kiara. Por për herë të parë në jetën time, po bëj një gabim për arsye të drejta. Votimi u caktua për të nesërmen. Por Kiara e dinte se vendimi i saj ishte marrë tashmë. Për herë të parë në jetën e saj, kishte zgjedhur zemrën mbi mendjen, dashurinë mbi frikën. Kur doli nga takimi, gjeti Markon duke pritur në korridor. Ai kishte dëgjuar thashë theme për thirrjen e bordit dhe ishte qartazi i shqetësuar. Si shkoi? Pyeti ai. E komplikuar, u përgjigj ajo. Por Marko, pavarësisht se çfarë ndodh, dua që të dish, të zgjodha ty zgjodha ne. Ai e përqafoi aty në korridor, pa u shqetësuar kush mund t'i shite. Dhe për herë të parë pas muajsh, Kiara u ndje vërtet në paqe me një vendim që kishte marrë. Në anën tjetër të korridorit, Petriti vëzhgonte me kënaqësi. Hakmarrja e tij kundër arrogancës së presidentes dhe favorizmit që ajo tregonte ishte pothuajse e plotë. Ai nuk kishte ide se ishte gati të përballej me një forcë që kishte nënvlerësuar fuqinë e dy njerëzve që luftonin për dashurinë e vërtetë. Nata para votimit të bordit ishte më e gjata në jetën e Kiarës. Ajo shëtiti nëpër apartamentin e saj duke parë nga dritarja panoramike që një ditë kishte përfaqësuar kulmin e suksesit. Tani, pamja e qytetit dukej e ftohtë dhe e largët. Për herë të parë, ajo vuri në dyshim nëse ja kishte vlejtur të gjitha vitet e vetmisë në këmbim të asaj pamjeje. Telefoni ra disa herë, Olta me përditësime mbi situatën, disa antar të bordit që përpiqeshin për një negociat të fundit, gazetarë që kishin zbuluar thashetheme për paqëndrueshmërinë në kompani. Ajo injoroi të gjitha thirrjet. Vetëm një e pranoi, kur pa emrin e Markos në ekran. Si jeni? Pyeti ai butësisht. E trembur, pranoi ajo. Nuk kam qenë kur në një situatë ku nuk mund të kontrolloja rezultatin. Ana do të flas me ty. Para se Kiara të mund të përgjigjej, zëri i ëmbël i vajzës jehonte në telefon. Teze Kiara? Babi tha që je e trishtuar. Pak, e dashur. Doni të vini të darkoni me ne? Zonja Fiqirete bëri lazanjë. Ajo është fqinja jon dhe gjithmonë bën ushqim kur babi shqetësohet. Thjeshtësia e ftesës e preku thellë Kiarën. Nuk e di nëse është ide e mirë sot, Ana. Të lutem? Kam bërë një vizatim të ri për ty është i veçantë. Si mund të refuzonte? Një orë më vonë, Kiara ishte në dhomën modeste të Markos, duke ngrënë lazanjë shtëpie dhe duke biseduar me zonjën Fiqirete, një grua 70 vjeçare që ishte bërë një gjyshe e dytë për Anën. Ishte një mjedis krejtësisht i ndryshëm nga ai me të cilin ishte mësuar, mobilje të thjeshta, fotografi familjare në mure, lodra të shpërndara në dysheme. Marko më tregoi çfarë po ndodh, tha zonja Fiqirete ndërsa shërbenin ëmbëlsirën. Këta burra të fuqishëm gjithmonë mendojnë se mund të vendosin kush meriton dashuri. Është më e ndërlikuar se kaq, filloi Kiara. Është, e ndërpreu zonja. Më duket shumë e thjeshtë. Ti e do djalin tim Markon? Dhe ai të do ty? Pyetja e drejt për drejt e la Kiarën pa fjalë për një moment. Po. Atëherë pjesa tjetër është vetëm zhurmë. Ana u shfaq duke vrapuar me vizatimin e saj të ri. Ishte ndryshe nga të tjerët, më i detajuar, më i kujdesshëm. Tregonte Kiarën në një gjykatë si një princeshë luftëtare, duke mbrojtur një kështjell ku Marko dhe Ana ishin të sigurt brenda. Jeti duke luftuar dragonjt e këqij, shpjegoi Ana. Njësoj si në historik që babi më lexon. Dhe kush fiton në fund? Pyeti Kiara. Princesha gjithmonë fiton kur po lufton për dashuri, u përgjigj Ana me sigurinë absolute të fëmijërisë. Atë natë, Kiara u kthye në shtëpi me një qartësi që nuk e kishte ndjerë prej ditësh. Pavarësisht rezultatit të votimit, ajo kishte bërë zgjedhjen e duhur. Mëngjesi i takimit të bordit erdhi gri dhe me shi. Kiara u vesh me kostumin e saj më elegant, një parzmore korporative për betejën përfundimtare. Kur arriti në kompani, gjeti një turm të pazakontë në hol. Olta vrapoi drejt saj me një shprehje habie. Zonja Kiara, duhet ta shihni këtë. Të shpërndara në të gjithë holin ishin qindra letra, email të printuar dhe vizatime. Punonisit e të gjitha niveleve të kompanisë kishin shprehur mbështetje për politikat e reja që ajo kishte zbatuar dhe kishin mbrojtur Markon si një koleg shembullor. Si ndodhi kjo? Pyeti Kiara. Filloi dje në mbrëmje, shpjegoi Olta.
Dikush përhapi një thashethem se Marko do të transferohej për shkak të politikave diskriminuese. Punonisit u mobilizuan spontanisht. Mes manifestimeve ishte një letër që tërhiqte vëmendje të veçantë. Ishte shkruar me dorë nga Ana me shkronjat e saj të kujdesshme fëmijërore. Kjo kompani është e mirë sepse babi im buzëqesh kur punon këtu. Ju lutem, mos ja hiqni buzëqeshjen. Zonja Fiqirete kishte ndihmuar Anën të bënte kopje dhe të shpërndante letrën në të gjithë kompaninë. Brenda pak orësh ishte bërë një simbol i rezistencës kundër vendimeve arbitrare të drejtorisë. Takimi i bordit ishte më i tensionuar nga sa e kishte parashikuar Kiara. Arbeni hapi duke shpjeguar situatën për të gjithë anëtarët e pranishëm. Kemi arritur në një situatë të paqëndrueshme, tha ai. Presidentja refuzon të transferoj punonisin në fjalë dhe tani kemi këtë demonstrim në hol. Demonstrim mbështetjeje, korrigjoi Kiara. Demonstrim se politikat që zbatova vlerësohen nga punonisit. Kjo nuk ndryshon faktin se marrëdhënia juaj personale me këtë burr komprometon udhëheqjen tuaj, këmbënguli një anëtar tjetër i bordit. Ishte atëherë që ndodhi diçka e papritur. Viktor, shefi i sigurisë që kishte punuar në kompani për 15 vjet, kërkoi të fliste me bordin. Ishte diçka e paprecedent, por rrethanat ishin të jashtëzakonshme. Zotërin, tha Viktor, qartazi nervoz por i vendosur, punoj këtu prej shumë kohësh. Kam parë shumë ekzekutiv të vinë e të shkojnë, kam parë shumë vendime të merren. Por kur nuk kam parë askëm të kujdeset për punonisit siç ka bërë zonja Kiara. Viktor, kjo nuk është e përshtatshme. Filloi Arbeni. Me gjithë respektin, zotëri, mendoj se është. Marko është një nga burrat më të mirë që kam njohur. Punon fort, e do vajzën e tij, nuk kërkoi kur favore speciale. Dhe zonja Kiara ajo ndryshoi pasi erdhën ata. U bë më njerëzore, më e drejtë. E gjithë kompania e pa këtë. Punonjës të tjerë kyç filluan të mbërrinin, Roza nga pastrimi, Teo nga itja, mbikëqyrës nga departamente të ndryshme. Të gjithë donin të shprehnin mbështetje për Markon dhe politikat e reja të Kiarës. Kjo është tepër e parregullt, protestoi Arbeni. Ndoshta është koha të jemi pak të parregullt, tha një zë nga dera. Të gjithë u kthyen. Ishte Anisa, një nga praktikantet që kishte tallur Markon javë më parë. Por tani ajo ishte shoqëruar nga Petriti. Petriti ka diçka të rëndësishme për të rrëfyer, tha ajo, duke e shtyr atë përpara. Me fytyrën e kuqe nga turpi dhe nervozizmi, Petriti filloi të fliste, unë duhet të pranoj diçka. Isha unë që bëra denoncimin anonim kundër Markos. Dhe isha unë që sabotazhova sistemin të hënën. Heshtja në sallë ishte absolute. Pse, pyeti Kiara, zëri i saj i ngarkuar me ftohtësi të kontrolluar. Sepse isha i zemëruar. I zemëruar kur pash si silleshit me respekt, si ajo të shikonte sikur vlej diçka. Askush nuk më ka shikuar kur kështu. Atëherë u. Për po që ta shkatëronit këtë nga Zilia, pyeti Marko, i cili kishte ardhur me Anën dhe zonjën Fiqirete. Petriti pohoi, lotët i rrivnin në fytyrë. Mendova se nëse shkaktoja probleme të mjaftueshme, ju do të ndaheshit dhe unë mund të provoja se dashuria ishte vetëm një iluzion. Por duke ju parë të luftoni për njëri tjetrin, kuptova se kisha gabuar. Anisa, e cila ishte pranë tij, shpjegoi, unë e binda atë të rrëfente. Pasi pash si u mobilizuan punonisit për ju, kuptova se kisha kaluar shumë kohë duke qenë një person i tmerrshëm. Rrëfimi i Petritit ndryshoi plotësisht dinamikën e takimit. Antarët e bordit u pan, qartazi të pakëndshëm me situatën. E po, tha Arbeni më në fund, kjo sigurisht sqaron disa çështje rreth incidentit të sistemit. Dhe rreth denoncimeve të rreme, shtoi një antar tjetër. Kiara u ngrit duke parë se cilin nga burrat rreth tavolinës. Zotërin, e ndërtova karrierën time duke qenë pikërisht ajo që ju doni të isha, e ftohtë, llogaritse, pa lidhje personale që mund të komprometonin në gjykimin tim. Por zbulova diçka në javët e fundit, udhëheqja nuk është të izolohesh nga emocionet njerëzore. Është të përdorësh ato emocione për të krijuar një mjedis ku të gjithë mund të lulëzojnë. Ajo shkoi te dritarja, duke parë hollin ku punonisit ende ishin mbledhur në mbështetje. Marko më mësoi se forca reale nuk vjen nga kontrolli absolut, por nga lidhja e vërtet me njerëzit. Ana më mësoi se ndonjëherë perspektiva më e mençur vjen nga zemrat më të pastra.
Nëse kjo më bën një udhëheqëse të papërshtatshme për ju, atëherë ndoshta është koha të gjeni udhëheqës që ndajnë vlerat tuaja. Kiara, tha Arbeni me kujdes, askush nuk po vën në dyshim aftësitë tuaja si ekzekutive. Po vën në dyshim të drejtën time për të qenë një person i plot ndërsa udhëheq. Dhe kjo, për mua, është e papranueshme. Marko ju afrua, duke i marrë dorën publikisht për herë të parë. Kiara, pavarësisht se çfarë vendosin, Ana dhe unë e dim kush jeni vërtet. Ana u shkëput nga dora e zonjës Fiqirete dhe vrapoi te Kiara, duke i përqafuar këmbët. Teze Kiara, nuk do të largohesh, apo jo? Kiara u përkul, duke u ulur në lartësinë e vajzës. Ana, ndonjëherë njerëzit e mëdhenj bëjnë zgjedhje të vështira. Por pavarësisht se çfarë ndodh, unë gjithmonë do të kujdesem për ty dhe babin tënd. Ishte Arbeni ai që theu momentin. Duke pasur parasysh zbulimet e sotme, bordi duhet të rishqyrtojë pozicionin ton. 5 anëtarët u tërhoqën për një diskutim privat që zgjati 1 orë të tërë. Kur u kthyen, Arbeni mori fjalën. Kiara, aftësitë tuaja si ekzekutive nuk janë vënë kurrë në dyshim. Ngjarjet e fundit na kanë detyruar të rishqyrtojmë pritshmëritë tona për udhëheqjen korporative. Nëse pranoni të zbatoni politika të qarta për marrëdhëniet në vendin e punës, politika të drejta që aplikohen për të gjithë, bordi është i gatshëm të mbajë pozicionin tuaj. Kiara shikoi Markon, i cili pohoi me kokë në mënyrë inkurajuese. Pranoj, tha ajo. Por me një kusht, Petriti do të marrë këshillim profesional në vend që të shkarkohet. Të gjithë meritojnë një shans të dytë. 2 muaj më vonë, korporata Bashkimi ishte bërë një model i një mjedisi pune progresiv. Politikat për familjet në vendin e punës u zgjeruan dhe u kopjuan nga kompani të tjera. Marko u promovua në mbikëqyrës sistemesh, duke njohur zyrtarisht ekspertizën që ai kishte demonstruar gjithmonë. Ana ishte bërë maskota jo zyrtare e kompanisë, vizatimet e saj frymëzonin fushata të brendshme mbi diversitetin dhe përfshirjen. Petriti, pas muajsh terapie dhe shumë pune personale, u kërkoi falje zyrtarisht Markos dhe Kiarës. Transformimi i tij ishte aq i vërtetë sa Anisa, e cila kishte qenë instrumentale në rrëfimin e tij, filloi të zhvillonte ndjenja reale për të. Nuk ishte romancë, ishte diçka më e thellë. Njoja e ndërsjell se 2 njerëz mund të bëheshin versione më të mira të vetes kur mbështetnin vërtet njëri tjetrin. Kompania lulëzoi në mënyra të papritura. Punonisit më të lumtur do të thoshte produktivitet më i lartë, qarkullim më i ulët dhe një reputacion që tërhiqte talentet më të mira të tregut. Ajo që kishte filluar si një krizë imazhi u shndërrua në avantazhin më të madh konkurrues të korporatës Bashkimi. Kiara mësoi të delegonte më shumë, duke u besuar ekipit të saj në një mënyrë që nuk e kishte arritur kurrë më parë. Zbuloi se udhëheqja e vërtet nuk ishte të bëje gjithçka vetë, por të krijosh një mjedis ku të tjerët mund të shkëlqenin. Marko solli një perspektivë praktike dhe njerëzore në vendimet korporative që asnjë MBA nuk mund t'i kishte mësuar. Ana, në mençurinë e saj fëmijërore, vazhdoi të ishte busulla morale e familjes jo konvencionale që formuan. Kur lindën mosmarrëveshje rreth detajeve të martesës, formale apo informale, e madhe apo e vogël, ishte ajo që sugjeroi të bënin diçka që ishte e vërtet për ta, jo për pritshmëritë e të tjerëve. Martesa ndodhi në kopshtin e kompanisë, një të shtunë në mëngjes me punonjes, fqin, Anën me fustan roz si vajzë lulesh dhe zonjën Fiqirete duke qarë nga emocionet në rreshtin e parë. Kiara veshi një fustan të thjeshtë dhe elegant, Marko një kostum që zgjodhen së bashku, dhe betimet u shkruan me ndihmën entuziaste të Anës. Premtoj, tha Kiara, duke parë Markon ndërsa mbante duart e Anës, të kujdesem jo vetëm për ty, por për familjen që po ndërtojmë së bashku. Premtoj se kur puna dhe jeta do të bien në konflikt, gjithmonë do të zgjedh jetën. Dhe premtoj se do ta lë Anën të më mësoj për dashurinë çdo ditë, sepse ajo e kupton këtë më mirë se çdo i rritur që njoh. Marko, me lot në sy, u përgjigj, premtoj të mbështes ëndrat tuaja, edhe kur ato ndryshojnë. Premtoj të jem partneri juaj në udhëheqjen e familjes son dhe të jetës son, jo vartësi apo eprori juaj, por i barabarti juaj. Dhe premtoj se do të krijojmë një shtëpi ku Ana gjithmonë do të ndihet e sigurt për të qenë pikërisht ajo që është. Ana, e cila kishte insistuar të fliste gjithashtu, tha me seriozitetin e një fëmije, unë premtoj të vazhdoj t'ju vizatoj të lumtur dhe të bëj petulla rebele çdo të diel. Kur shkëmbyen unazat të thjeshta, elegante, të gdhendura me datën dhe inicialet e të treve, edhe Petriti, i cili ishte mes të ftuarve, fshiu syt diskretisht.
6 muaj pas takimit që ndryshoi gjithçka në korporatën Bashkimi, jeta kishte gjetur një ritëm të ri për Kiarën, Markon dhe Anën. Pranvera kishte mbërritur në kryeqytet me premtimet e saj për fillime të reja dhe kur një stin. Nuk kishte qenë kaq simbolikisht e përshtatshme. Apartamenti i Kiarës nuk ishte më hapësira minimalistike dhe e ftohtë e mëparshme. Muret tani shfaqnin një galeri shumë ngjyrëshe të vizatimeve të Anës, të përziera me fotografi të familjes së re që ishte formuar në një mënyrë kaq të papritur. Frigoriferi ishte mbuluar me magnet fëmijësh, kujtime të takimeve mjekësore dhe lista blerjesh të shkruara me 3 kaligrafi të ndryshme. Marko ishte zhvendosur zyrtarisht atje javën e kaluar, duke sjell pak sendet e tij dhe një anë rrezatuese që më në fund do të shihte vizatimin e saj të familjes të bëhej realitet. Integrimi i jetëve të tyre kishte qenë më i qetë se sa priste ndonjëri prej tyre. Teze Kiara, a di të bësh petulla? Pyeti Ana një mëngjes të shtune, ende me pijame, ulur në banakun e kuzhinës moderne që tani shërbente mëngjes për 3 persona në vend të vetëm kafes së zezë të vetmuar. Nuk kam bërë kur, pranoi Kiara, duke parë vajzën me atë buzëqeshje që ishte bërë natyrale në javët e fundit. Por mund të mësojmë së bashku. Marko u shfaq nga dhoma, flokët ende të çrregullt nga gjumi dhe vëzhgoi skenën me zemrën plot. Kiara, ekzekutiva që zakonisht merrte vetëm vitamina në mëngjes para se të vraponte në takime, tani ishte në kuzhinë me përparse. Duke u përpjekur të kuptonte si të bënte brum petullash, ndërsa Ana i jepte udhëzime të detajuara bazuar në programe gatimi për fëmijë. Keni nevojë për ndihmë? Ofroi ai, duke ju afruar nga pas dhe duke puthur butësisht qafën e Kiarës. Kemi nevojë për një mrekulli, u përgjigj ajo, duke qeshur kur pa brumin ngjitës që kishte krijuar. Ana, je e sigurt se kështu bëhet? Teze Roza nga kompania më mësoi, tha Ana me autoritet absolut. Por ajo tha se ndonjëherë brumi bëhet rebel në fillim. Brum rebel? Pyeti Marko, i argëtuar. Është kur nuk do të bëhet petull ende. Duhet të flasësh me të. Kiara shikoi përzierjen e çuditshme në tas dhe, pa hezitim, filloi, të lutem, brum i dashur, a mund të jesh i sjellshëm dhe të bësh petulla të shijshme për ne? Ana shpërtheu në të qeshura dhe Marko ndjeu atë ndjenjë të njohur lumturie të plot që ishte bërë konstante në jetën e tij. Aty ishte gruaja që komandonte një korporat multimilionere, duke folur seriozisht me brumin e petullave me kërkesën e një fëmije 7 vjeçar. Më vonë atë ditë, ndërsa Ana luante në parkun pranë ndërtesës, Marko dhe Kiara ecën dorë për dore për herë të parë pa nxitim, pa destinacion specifik, thjesht duke shijuar ndjenjën e normalitetit që kishin arritur. Petriti po përmirësohet, komentoi Kiara. Olta tha se ai ofroi të qëndronte pas orarit duke ndihmuar me projektin e degës së re. Terapia po i bën mirë, u pajtua Marko. Ndonjëherë njerëzit thjesht kanë nevojë për një shans për të kuptuar pse bëjnë gjërat që bëjnë. Ata u ndalën në një stol, duke vëzhguar Anën që bënte miqësi të menjëhershme me fëmijë të tjerë në fushën e lojrave. Aftësia e saj për t'u lidhur me njerëzit vazhdonte të impresiononte të dy. Marko, tha Kiara pa pritur, a mund të bëj një pyetje personale? Pas gjithçkaje që kemi kaluar, mendoj se të gjitha pyetjet janë të lejuara, u përgjigj ai duke buzëqeshur. A pendohesh që pranove të punosh në kompani për gjithë dramën që shkaktuam, që ndryshove gjithë jetën tënde? Marko e pa me atë shprehje serioze që ajo kishte mësuar ta njihte si shenjë se ai ishte gati të thoshte diçka të rëndësishme. Kiara, jeta ime para se të njihja ishte funksionale. Isha një baba i mirë, një punonjes i mirë, një person i mirë. Por ishte një jetë në nuanca gri. Ti dhe Ana së bashku sollët ngjyra që as nuk e dija se ekzistonin. Edhe me të gjitha problemet që përballuam, sidomos për shkak të problemeve që përballuam. Ato na detyruan të zbulonim nga çfarë jemi bërë individualisht dhe së bashku. Kiara u mbështet pranë tij në stol, duke ndjerë ngrohtësinë e diellit të pasdites dhe sigurinë e krahëve të tij. Babai im gjithmonë thoshte se ndjenjat ishin luks që udhëheqësit nuk mund t'ia lejonin vetes. Më mori vite të zbuloj se ai kishte gabuar. Ai nuk gaboi plotësisht, tha Marko me mendim. Ndjenjat mund të jenë luks, por jo dashuria. Dashuria është nevojë themelore, si ajri ose uji. Mund të mbijetojmë pa të për një kohë, por kur nuk jetojmë vërtet. Ata u ndërpren nga Ana që vrapoi drejt tyre, duke mbajtur dorën e një vajze të së njëjtës moshë. Babi, teze Kiara, kjo është Sofi.
Ajo do të di nëse jeni të martuar sepse silleni si prindërit e saj. Marko dhe Kiara u pan duke qeshur me mbretësinë fëmijërore. Jo ende, u përgjigj Kiara, por po e mendojmë. Seriozisht, bërtiti Ana, duke u hedhur nga emocionet. A mund të jem vajza e luleve? Dhe a mund të vesh një fustan shumë të bukur? Qetësohu, e vogël, tha Marko, duke qeshur. Së pari duhet të sigurohemi që teze Kiara dëshiron të martohet me një teknik të thjesht mirëmbajtjeje. Kiara u ngrit dhe mori një pozë dramatike formale. Zoti Marko, teknik specialist sistemesh dhe baba i jashtëzakonshëm, a do të më bënit nderin të pranonit propozimin tim për martesë? Ana po bërtiste nga gëzimi, Sofi po vëzhgonte gjithçka me gojën hapur, dhe disa prindër të tjerë në park ishin ndalur për të parë skenën. Marko u ngrit gjithashtu duke ju bashkuar lojës. Zonja Kiara, ekzekutive brillante dhe njerka në trajnim, pranoi propozimin tuaj me kusht që Ana të jetë vajza jonë zyrtare e luleve. Pranoi kushtin, u përgjigj Kiara solemnisht, para se të prishte karakterin dhe ta pufte në mes të parkut, në nduartrokitjet spontane të fëmijëve dhe disa të rriturve që ishin mbledhur. Atë natë, pasi Ana kishte shkuar për të fjetur në dhomën që Kiara kishte dekoruar me kujdes me tema princeshash dhe një brirëshash, ata u ulën në balkonin e apartamentit. Duke planifikuar një të ardhme që dukej njëkohësisht e pamundur dhe e pashmangshme. Do të jetë e çuditshme, tha Marko, të martohesh me shefen time. Teknikisht do të martohesh me presidenten e kompanisë ku punon. Është ndryshe. Vërtet? Po. Sepse tani e di që nëse ndonjëherë do të duash të punosh diku tjetër, unë do të të mbështes. Dhe nëse ndonjëherë unë do të duash të bëj diçka krejtësisht ndryshe, ti do të më mbështesësh gjithashtu. Si çfarë? Kiara hezitoi, pastaj rrëfeu. Ana më dha një ide të çmendur javën e kaluar. Ajo tha se unë duhet të hapja një shkollë për fëmijët, prindërit e të cilëve punojnë në kompani. Një vend ku ata mund të qëndrojnë të sigurt dhe të argëtohen ndërsa prindërit punojnë. Kjo nuk është e çmendur. Është geniale. Është krejtësisht jashtë fushës sime të ekspertizës. Dhe që kur kjo të ka penguar të bësh diçka? Ata biseduan deri vonë duke ëndërruar për mundësi që përfshinin shkolla për fëmijë, zgjerim të kompanisë me politika edhe më progresive dhe ndoshta edhe vëllezër e motra për anën në të ardhmen. E hëna pasardhëse solli një surprizë në kompani. Olta hyri në zyrën e Kiarës duke mbajtur një zarf elegant. Ky erdhi sot në mëngjes, tha ajo, duke i zgjatur letrën. Është nga konsorciumi ndërkombëtar i kompanive progresive. Kiara hapi zarfin me kureshtje dhe lexoi përmbajtjen me zë të lartë. Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se korporata Bashkimi është zgjedhur për të marrë çmimin e ekselencës në mjedisin human të punës. Në njohje të politikave të saj inovative që balancojnë produktivitetin korporativ me mirëqenien familjare. Wow, tha Olta. Është një çmim ndërkombëtar. Do të sjellë shumë njohje pozitive. Kiara mendoi menjëherë për Markon. Ai meritonte të shihte se kontributet e tij, jo vetëm teknike, por njerëzore, po njiheshin në nivel ndërkombëtar. Ajo zbriti në laboratorin ku ai po punonte dhe i tregoi letrën. Marko, dua që të vish me mua në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Si shoqëruesi im dhe si bashkëpërgjegjës për këtë ndryshim. Kiara, unë jam teknik mirëmbajtjeje. Ti je burri që më mësoi se të kujdesesh për njerëzit nuk është dobësi, është udhëheqje. Ti vjen me mua. Ceremonia e ndarjes së çmimeve, e mbajtur në kryeqytet 2 muaj më vonë, ishte një ngjarje elegante dhe formale. Kiara veshi një fustan klasik blu të errët, Marko një kostum të ri që ajo kishte insistuar ta blinte për të, dhe Ana, e cila nuk mund të lihej pas, një fustan roz që e bënte të dukej si një princesh e vogël. Kur Kiara u ngjit në skenë për të marrë çmimin, ajo foli shkurtimisht për ndryshimet në kompani, por pjesën më të madhe të fjalimit ia kushtoi shpjegimit se si kishte mësuar se udhëheqja efektive vjen nga kuptimi se të gjithë punonjësit janë persona të plotë, me jetë, familje dhe ëndra që shtrihen përtej mjedisit të punës. Ky çmim, përfundoi ajo, nuk është i imi. Është i të gjithë punonjësve që besuan në një ndryshim, i një vajze 7 vjeçare që më mësoi se vizatimet e bëra me dashuri vlejnë më shumë se raportet financiare, dhe i një burri që më tregoi se forca reale vjen nga lidhja me të tjerët, jo nga izolimi prej tyre. Kur zbriti nga skena, Marko e priste me Anën, e cila mbante një buqet me lule që kishin blerë në hyrje të eventit.
Për shefen njerëkanuse më të mirë në botë, tha Ana, duke i dhënë lulet. Shefe njerëkanuse, pyeti Kiara, duke qeshur. Janë shumë gjëra për një person të vetëm, por ti Adel, u përgjigj Ana me seriozitet absolut. Në kthim për në shtëpia të natë, të tre ulur në sediljen e pasme të taksis, Ana kishte insistuar që ata të uleshin së bashku. Marko i mbajti dorën Kiarës dhe pëshpëriti, jam krenar për ty. Pse? Sepse arrite të transformosh një kompani të tërë thjesht duke qenë ajo që je vërtet. Kush jam unë vërtet, pyeti ajo, vërtet kurioztare për perspektivën e tij. Marko shikoi Anën, e cila ishte zënë gjumi mes tyre, pastaj përsëri Kiarën. Ti je një grua që mund të komandosh një sallë drejtorësh në mëngjes dhe të bësh petulla rebele të dielën. Ti je dikush që lufton për atë që është e drejtë, edhe kur kushton shtrenjtë. Ti je personi që një vajzë 7 vjeçare e pa si heroin para se ti vetë të dije se mund të ishe e tillë. Kiara ndjeu lot në sy, lot gëzimi, mirënjohjeje, një lumturie aq të plotë sa ndonjëherë ende e befasonte. Dhe ti, tha ajo, je burri që më mësoi se dashuria nuk është humbje kontrolli. Është fitim qëllimi. Kur arritën në shtëpi dhe e vun Anën në shtrat, ajo murmuriti me gjumë, nesër mund t'ju vizatoj duke marrë çmimin? Mundesh, u përgjigj Kiara duke i puthur ballin. Me një kuror të madhe për ty? Nëse do. Dhe me babin duke buzëqeshur shumë? Patjetër. Kur Ana më në fundra në gjumë, Kiara dhe Marko u ulën në balkon, duke parë dritat e qytetit dhe duke planifikuar martesën e thjeshtë që donin të bënin muajin pasardhës. E dini çfarë është qesharake, tha Kiara. Kam kaluar vite duke menduar se duhej të zgjidhja mes suksesit profesional dhe jetës personale. Nuk e kisha imagjinuar kur se njëri mund të ushqente tjetrin. Ana gjithmonë e dinte, u përgjigj Marko. Fëmijët kanë një mençuri për këto gjëra. Ajo tha një herë se ti ishe më i lumtur kur punoje këtu. Tani e kuptoj pse. Pse? Sepse dashuria shumë fishon energjinë, nuk e ndan. Kur e do atë që bën dhe njerëzit me të cilët e bën, gjithçka bëhet më e lehtë. Atë natë, Kiara ra në gjumë duke menduar se e kishte filluar jetën e saj të rritur duke u përpjekur të ndërtonte mure për t'u mbrojtur, dhe e kishte mbaruar duke ndërtuar ura për t'u lidhur. Dhe se të gjitha urat më të rëndësishme në jetën e saj kishin filluar me vizatimin e thjeshtë të një fëmije që pa mirësi ku ajo as nuk e dinte se ekzistonte. E ardhmja ende mbante sfida, kompanitë gjithmonë përballeshin me vështirësi, marrëdhëniet kishin nevojë për punë të vazhdueshme. Dhe krijimi i një familjeje jo konvencionale në një botë që nuk i kuptonte gjithmonë ndryshimet kërkonte durim dhe vendosmëri. Por për herë të parë në jetë, Kiara po përballej me të ardhmen jo si një betejë e vetmuar, por si një aventurë e përbashkët. Dhe kjo bënte të gjithë ndryshimin në botë. 6 muaj më vonë, ndërsa Ana vizatonte në mensën e kompanisë, tani me një hapësirë zyrtare për fëmijët, ajo krijoi kryeveprën e saj, një vizatim të korporatës bashkimi ku të gjithë punonjësit ishin figura shumë ngjyrëshe duke buzëqeshur. Duke punuar së bashku, duke u kujdesur për njëri tjetrin. Në qendër të imazhit, një familje jo konvencionale, një teknik, një ekzekutive dhe një vajzë e vogël ishin dorë për dorë. Dhe mbi të gjithë ata, një diell i madh dhe i ndritshëm ndriçonte gjithçka me dashuri. Ishte prova vizuale se ndonjëherë ndryshimet më të rëndësishme fillojnë në vendet më të papritura, me njerëzit më të papritur, përmes gjesteve më të thjeshta. Dhe se dashuria, kur është e vërtetë, jo vetëm transformon njerëzit e përfshirë, transformon të gjithë botën rreth tyre. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kiarës, Markos dhe Anës t'i ketë prekur zemrat tuaja aq sa preku tonat kur e treguam. Ky udhëtim transformimi na kujton se suksesi i vërtet nuk qëndron vetëm në arritjet profesionale, por në lidhjet njerëzore që ndërtojmë gjatë rrugës. Nëse kjo histori ka rezonuar me ju, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë rrëfime që eksplorojnë bukurinë dhe kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore. Lëshoni një pëlqim nëse besoni se dashuria mund të kapërcejë çdo pengesë dhe na tregoni në komente, cili moment i kësaj historie ju emocionoi më shumë. Komentet tuaja frymëzojnë historitë tona të ardhshme. Deri në aventurën tjetër emocionale.